Hamiti po i afrohet moshës 63 vjeçare, por plagët më të rënda të jetës së tij mbeten ende të hapura. Ishte viti 1992, kur një tragjedi e rrallë dhe fatale goditi familjen e tij në Milot të Kurbinit. Një masiv shkëmbor u shkëput nga mali dhe u rokullis mbi shtëpinë ku ndodheshin rreth 20 anëtarë të familjes. Brenda pak çastesh, gjithçka u shndrua në rënoja. Hamiti humbi 2 fëmijët e tij, bashkëshorten dhe prindërit. 5 jetë u shuan në ngurët e rënd të malit, ndërsa shtëpia u shkatërua plotësisht. Tupat kena jetu para 80 vjetë e kësur. Natyrë, prej natyrës, u shem një gurë, lartë në malë, si për e që malë, e në arto ishim 23 rëbë familje, bashkë me babën e me vlezit e me motrët. U shem guri i zonë rëbë komplet mrenë. 5 rëbë. Ki gura është. 5 rëbë. Grunë me 1992, 11 nëntor, 92. Nëntor, 92. Shkut nga lartë. Po, jo vishë ki. Po, e në 3 gurë tjerë, në 2 tjerë që ka ra ma poshtë. Po, t'ishte puna mës me qonë shput tjerit, krejtë rëbë që kanë arnim këto, ishin dekë. Puti shtyllat e dritës, kena pas 3 pazorsh në këshpia të here. E ne, atje, puti tellat e dritës e gjenë, s'kishtë kurent, se t'kishtë kurent to. Ky gurë ka që malë. Po. A ka që malë kipe në qirë gati ka që. Po. I morë shpijet marë, prije nej, ka që kullat 2 kaci. Po, që nga lartë. Sa metra? Po, mund tjetë 500 metra kësur, ma shumë. Po, 500 metra shkut nga atje. Nga sipër. Sinërisht të më e shiu, Po, edhe aty rallë. raguri. Qa ora ka që? Ka që në ora 1 mas dike. Një e gjës. Në reshtet ishin gjithë familjarët marina. Gjithë mrena. Për vesh 3 vlezës s'kena qanë. 3 vlezës e mlej. Në ato momente, sa veti? Kanë qanë 19 rëbë. 19. Jo, 20, fiks 20, se 3 vlezës s'kena qanë. 20 rëbë. Ky gurë që është edhe dëmtoj shpinë të ujtë? Dëmtoj shpinë komplet, e në myti grunë me 2 fëmijët, babën në e babës. Ardi kush në lejmëre Milat, janë i palegës, vem bicikletet erdha këto, që vim që edhe si duket kure ke plevat e Milotit, shef shpi s'ka, se u duk të kullë, ka gjënë kullat dikatëse. Që nga lake e peti se bo tragedi. Tragedi. Erdhën sipër, para se me erdhën, kishin da rëbë qjerë. Kishin rëba, para se me erdhën. Edhe fshat. Po komplet fshati e Miloti, po ka qëllu të më ferë që e gjithë, se ka dhënë telekronisë. Me të në urës e nej, qëllu të më ferë që e ka kap. A ishte rasisht. Rasisht, nuk ka se ka ardhë. Pastaj edhe policie. Policia, këne, rëbe, këne, me ka, tje, i morë. Si përjetu? Përjetu shumë kesh. Pas tragjedisë familjare që i shpëtuan fatkeqësisë mbetën pas 3, drejtuesit vendor të asaj kohe u mjaftuan vetëm me ndihma financiare simbolike, po kurrë nuk ndërtuan një banesë për këtë familje të goditur rënd. Premtimet për një shtëpi të re mbetën vetëm fjalë. Sot, në trojet e vjetra të familjes Tafa, kanë mbetur vetëm gërmallat, një banesë ndërtuar shumë vite më parë me gurë të gdhendur, që nga struktura dhe historia e saj e dhimbshme mund të konsiderohej një muze kujtese, por ajo mbetet e braktisur, një dëshmi e shtroi një tragjedi e të haruar. Sipas Hamit Tafës, padrejtësia nuk përfundoi me humbjen e familjarëve dhe shtëpisë. Ai akuzon drejtuesit lokal se kanë abuzuar dhe me pronën e familjes së tij. Sipas tij, dokumentet janë falsifikuar nga zyrat vendore për t'ia kaluar një pjesë të tokës dhe livalleve persona pranë pushtetit, duke shfrytzuar pozitën strategjike të pronës. Pri atje, deri poshtë në pronat tona, të aqësve të mi, vllazneset të kushërive, po i kena shfrytzu pri para 100 vjetëve. Vitit 94, kena pas problema me tokat. I kanë marrë komuna Milat, pas punëtorët e komunës Milotit, drejtuesit e komunës Milotit, kanë marrë komplet bregun e gjatës. Atje, e në mbedash me puna i barakën e gjatë, thot shtetit kena paguj, se kuja kanë dhanë, se ka kanë paguj, se dim. Kanë akuzu. Apuzuar, po, me pronët tona. Po se kush aj, ja kena gërku shtetit, jo sët, për ne për para 15 vjetë, 20 vjetëve, e në asë rrugë zgjede, s'ka, s'bja kusht, asë loj... Kena demokracion, kena dokument.
një pajisje me dokumenta. Po dokumentat ishte i kena përposhme, si i kena punu, e din tonë njerëzit se ato nga jonë, kanë marrë ka 7 delim tokë, të gjithë, kush ka gjonë komunë të Milotit, e kanë me tapi, në mënyrë pa drejt, i kena gërku, e ne do të vazhdojmë të gërkem, shtetit, po, për rajona, atë slem kanë, pavarësisht se kanë letra, slem kanë më fut, si do si tjetë puna, se ato nga jonë, e Vllaznese, fisit tim, kanë rreth 30 dilim tokë, si i kanë marrë pushtetarët e Milotit. A zonë turistike në zonë zhavor, si i marrin për materiale, zona, po, për biznes volet. Kanë kaluar afro 34 vite, nga ajo ditë e zezë e vitit 1992, Hamiti sot ka krijuar një familje të re, por plagët e së shkuarës dhe betejat me institucionet vazhdojnë. Ai thotë se mungesa e vëmendjes së shtetit për tragjedin që i ndodhi, por dhe për pronën e tij, e kanë bërë dhimbjen edhe më të rëndë. Historia e familjes Tafa është historia e një njeriu që humbi gjithçka nga natyra, por që më pas u ndjej braktisur nga institucionet, një histori që kërkon jo vetëm kujtesë, por dhe drejtësi,